Mirë se vini në episodin e parë të emisionit ton të ri, Vlora Flet. Ky është një udhëtim në përzërat, mendimet dhe emocionet e qytetit ton. Një hapësirë ku banorët e Vlorës tregojnë historitë e tyre, ndajnë kujtimet, sfidat e ëndrat dhe ku identiteti i këtij vendi merr formë në çdo rrëfim. Vlora Flet është një emision që dëgjon, pa filtra, pa paragjykime. Pikërisht aty ku ndodh jeta, në rrugë, në lagje, në sheshe. Sot për episodin ton të parë kemi zgjedhur një temë që na përfshin të gjithëve. Çfarë do të thotë ti jesh vlonjat? Një pyetje që sjell shumë përgjigje, sepse Vlora është shumë më tepër se një qytet. Eja ta dëgjojmë bashkë. Shumë të lartë e shumë të mirë, edhe kush të na doj, qofshin të lumtur. Vlora tani është bërë një ambient shumë i bukur për të jetuar. I ka kushtet. Ka akoma gjëra, sidomos servisi për turistët, komunikimi për turistët. E kanë vëre shumë në shumë ambiente, në shumë lokale, po megjithatë përmirësimi është i dukshëm. Si vjet më mirë se çdo vit tjetër unë përshikoj pastrimin e ambientit. Lut Zotit që i tërë beharit na shoqëroi me këtë pastrim. Pastrimin normal. Ka dhe më shumë të tjera më të dobta më zona ime. Ka, po, prapa pallateve, prapa qendrës, ka akoma shumë. Dhe në vendin e nuk është turp, sepse çdo shtëpi ka plera, çdo shtëpi ka banjo, çdo shtëpi ka shtëpi pritje. Në vendin e plerave midis pallateve të mëdhenj, aty rrin të mbushura dhe janë shumë të vogla koshat për aq shumë pallate sa janë aty. Dhe shumë mirë mund vi një damsër i madh dhe këto të vogla të rinë në vende të tjera që ka popullsi më pak. Tjetër, turistët nuk janë këtu. Turistët nuk i kemi në vitin e parë. Turistët i kemi dhe mbrapa. Vlonjat janë yje. Po mos ishim i vlonjas do vinin turistët këtu. Vlonjatët janë yje, janë të besës, janë të fjalës, janë të pritjes, janë të përcjelljes. Pa çka që yjet e Vlorës janë përtej detit, janë në Greqi, janë në Amerikë, janë në Australi kanë vajtur për punë. Këtu duhet punë. Sot unë kam folur me një djalë një orë ca i bëra një çik terapi, se jam jo psikologe, po biologe dhe marr vesh një çik se si ti qetësoj. Kam qenë mësuese shkollë mesme dhe djali qante me lot, ai kishte nevojë dhe për terapi. Shumë fukara, i pa punë, i zgënjur te njerëzit që kishin vajtur për të marrë zanat. Dhe ishte djalë 27 vjeç, pa krijuar familje me një nën të sëmur dhe një shtëpi, 2 pallate, shtëpinë e ka zënë pa dritë. Ai është një rast, normal, nuk janë të tërë. Po mudhim ishte pa punë, ishte pa shpresë. Një djalë 27 vjeç që është pa shpresë. Si do krijoj familje ai? Çfarë di çoj nenës në darkë ai? Ai do shpresoj nga pensioni i nenës e ama merrte 100.000 lekë. Këto janë ca plagë sociale që duhet parë. Na Këshilli Bashkiak janë social. Normal që i bum i ardhur këtu, si unë që kam 30 vjet që vi bëj plazhin në Mallakastra dhe të huajt po vi në Franca, këtu është mbushur plot me francez. Normal që është një çik, jo traum, po është wow, po gjitha njerëz, ku do priten, ku do vënë, ku do bëjnë. Normal, është një çik. Po tani masat që janë marrë, edhe puna që të bëjnë njerëzit vet këtu, normal që do dalë shumë bukur. Unë kam qëndruar në familje të vlonjatëve. Kam pasur fëmijë, kam pasur nuse, unë me burrin, me vajzën. Kemi kaluar shumë mirë 2 muaj bahar. Janë të besës. Është një gjë që të gjithë punëtoria kanë ikur në net. Gjithë njerëzit me vizione kanë ikur, çanë, ikën. Tani këta që janë duhet dhënë dora, duhet stimuluar. Mudhim pa ideali 27 vjeç i qante. Ai duhet të kishte një fëmijë sot. Ai të paktën duhet të kishte një stres për veten e tij. Duhet të kishte një punë që të çonte në shtëpi 1 lekë. Jo që s'më pëlqen. Ja, djali 27 vjeç për mua ai duhet të kishte gjetur veten. Ai duhet të ishte dikush i sot. Ai s'duhet deri të lot me një grua që se një defare të qante që është pa punë. Janë që kërkojnë luksoze vlonjatët, nuk kërkojnë punë të punojnë të thjesht kamarere. Mbase. Për këtë po pyetej djalin. Jo, mbase, unë nuk e kam hasur. Se unë përshikoj që kanë ardhur nga Bangladeshi. Përshikoj kanë ardhur të huaj. Janë shumë na zemëdhej se ne punën e kemi kudo. Po si jemi të zot të punojmë. Po vjen ai. I huaj tek neve, po merr punën. Kurse neve s'kemi moshën të shketa të vemi të pastrojmë atje stamen njëri. Nuk e dua. Janë pak dëmbel, ne plakat kërkojmë të pastrojmë e stamarin të keqenena.
Ha se po t'na marrin se po shkojmë, po të rinë duan lokaleve, kafeneve, e kanë në xhepin plot, duan luksoze, duan të kenë me thas para, Jo, me atë si po e të rinë lokaleve, edhe të rinë lokaleve, të hanë, të pinë, he se kemi, thonë. Po nuk kanë asë një gjë. Të rosh me pension e nenës kam? Po, kam 100.000 lek të mija, ro. Pension e nenës? Që po bejë... Asaj si dalin për pension. Po kanë të mira, mos më përqenja shumë të mirat e vlonjatve. Të rosh ke qene, unë jam malla kastriote. Po bej gati 20 vjetë. E i di të mirat e të ligat e vlonjatve. Malla kastra dhe vlonjatve janë kumshi. Kështu që me tërmend Vlora është krenaria e Shqipërisë dhe historikisht dhe nga tradita, nga zakone, nga burëria, nga gjithçka. Unë kam shumë shok për në Vlorë, prandaj vi me pushimet tu. Kam mbaruar për agronomi bashkë me 12 vlonjat kemi qenë atje dhe 12 nga fjeri dhe kam shumë shok nga Vlora, na puq karakterin, na puq gjirintjetin, na puq burërin, na puqin pra zakonet dhe traditat të shkëlqyera që i kanë vlonjatët. Prandaj jemi këtu, unë kam marrë për shpik me qira, vi 3-4 muaj tani barit, se banoj në Amerikë tani, kam shkuar me familje. Po kur themi Vlorën edhe vlonjatët, e patjetër, Vlora nga vlonjatët apo jo? Dhe vlonjatët. I diferencon kanë edhe çik po thuaj se me që kanë pasur aq kontakte me vlonjatët kanë edhe bururin që po dha fjalën vlonjati do të kesh besim se është gjithçka e drejtë dhe e mban. Disa zona tjera dhe pak e njoh, po kanë bërë edhe me zona tjera, po për këtë thash jemi krenar për vlonjatët. Thash e kanë këtë bururin, besikrin, besën, këto tradita të popullit shqiptar. Këtë po them që si Barsalet, ose si kështu, e kanë që vlonjatët atë e kanë që nuk duhet të rinë hije, po duhet të duken qik pa të tjerët, kudo që janë. Dhe prandaj themin kur në disa vende jemi kështu, kur e shikoj një që ka t'i para tilla, do duket a vlonjati e t'ja dërzi, thënë, sepse lafosemi, e kanë këtë, që rrallë kanë njësë të tjera, i pos njofi, dofta, për i fole, si e mirë si jetët për shumë për tia, sa vlonjatët e kanë këtë, pra gjirësinë dhe krasin. Kështu që thashë Vlora, jo nga historia po, që nga Ismail Gjemali, po dhe tani është krenaria e Shqipërisë, pra, labëria. Në opinionin tim, të jetë vlonjat do të jesh njeri me karakter të fort, me njeri me prezencë, njeri me seriozitet. Ka të bëjë me atë që ne jemi gjithmonë atëdetar. Gjë kryesore që është, ne jemi atëdetar e Vlora është mbi gjitha për neve. Për ju, çdo të thotë ti jesh vlonjat? Jesh vlonjat është njeriu më i mirë që ekziston. Edhe natyra i ka dhënë detin të gjitha të mirat, jemi të lumtur. Edhe mikpritës. Pse vinë të gjithë në Vlorë? Ti vete atje ku je më mirë, që endi je vetën më mirë. Me mikprit, jo, po të mos kesh mikpriti në zvin. Karakteristikat mira i ka i gjithë popullit shqiptar. Janë shumë patriot. Për shembull Vlora ka meritën e ndërtimit shtetit parë shqiptar. E dyta është lufta e Vlorës, që një mbretëri prej 20 milionësh vlonjatët jenë bashkë me Tepelenasin që e hodhën në det. E dyta. E treta është pjesëmarrja në luftën nacionale kombëtare që nuk mohohet kurrë kjo. Sado që duan të hedhin baltë mitë, kjo mbetet një nga meritat kryesore. Jo vetëm të Vlorës, po të gjithë jugut të Shqipërisë. Dhe plot të tjera. Ka plot. Për atë kohën ashtë nuk i quajnë se ne historinë e shumëzojmë me kohën që jemi. Dhe në gjithë shtetë formimin shqiptar, që nga 1912 e deri sot,
vlonjatët kanë meritën e tyre, si edhe gjithë të tjerët, por qëndrojnë qik më lartë, thuash atë gjë. Çfarë thot për ju ti jesh vlonjat? Dhe ndjem krenarit jemi vlonjat. Krenari, zotësi. Zotësi. Janë të zotë. Ne ndaj muremi që jemi na Vlora. Për mikpritje, për dashin njëri tjetërit, për bukurit që ka Vlora. Po mirë që kokfort jemi ne, do shkojona se s'bën. Faleminderit. Vlonjat neve këtu kemi Bregdetin, kemi plazhin, kemi gjithë të zonë këtu të bukur, porte, kemi 3 portin Andea. Njerëzit janë të mirë, janë të rregullt, janë bujarë, janë mi pirca, po. Ose janë mikprica, jemi shumë komfort, ose na konsiderojnë shumica. Jo, nuk jemi shumë komfort. Jemi njerëz të butë dhe vlonjat njerë, po. Ti është vlonjat, si ti, unë nuk jam vlonjat, jam beratës për e, jam i strecë. Zemra e Shqipërisë, flamuri Shqipërisë, gjithat mirat i ka Vlora. E kemi qytetin e pavarësisë, është qyteti më i bukur që ekziston. Gjithat mirat i ka, mikpritca. Që ti jesh vlonjat do të thotë që gjithë bota e njeh kush është Aulona. Kaq. Nuk kam më tepër. Është gjëna që të flasësh më shumë. Me kaq. Kemi karakteristika të tyre Aulonës vetëllasht sot dhe vlonjat. Po, ka plot. Ka. Jo se s'ka, ka. Disa karakteristika të mira që kemi në vlonjat. Ne kemi, në radhë të parë, kemi miqësinë. Kemi, si të është bamirësinë. Kemi, në thënë, i zoti shtëpisë thotë urdhëroni të pini një kafe. Çfarë doni më tepër? Kjo është si të them, nuk mund ta shpreh dot. Jo, është shumë i bukur, nuk është gjë e keqe që të ndihesh vlonjat, por që nuk ndihem vlonjate për sa nuk jam. Si keni gjetur veten tuaj? It's okay, shumë mirë. Po shumë okay, po vendi është shumë i bukur. Realisht thjesht duhen akoma më shumë për kushtim, për bizneset, për punën, për edukimin, për pritjen e turistëve, është shumë e rëndësishme. Nga burat vlonjat, në opinionin tuaj? Pak po. Pak po realisht, por që duhet të përmirësojnë shumë gjëra. Sjellja, edukata, gatishmëria në bizneset të ndryshme. Ti jesh vlonjat do të thotë që të jesh mikpritës. Mikpritës, të jesh njeri me virtyte, të jesh të hapur, të jesh njeri që shijon shumë verën dhe të jesh njeri që ta durosh edhe ujë në verë. Ju jeni nga Vlora? Ne jetojmë në Vlorë. Po ndihemi vlonjat sepse kemi 20 vjet që jetojmë në Vlorë. Fëmijët tanë kanë lindur këtu në Vlorë. Pavarësisht se origjinën nuk e kemi vlonjat. Ne jemi gjendur shumë mirë mes vlonjatëve. Janë vërtet njerëz të mrekullueshëm. Kemi shumë shok dhe jemi krenar që jetojmë këtu në Vlorë. Çfarë ju pëlqen më shumë nga Vlora? Qyteti, njerëzit. Vlora është ka shumë gjëra të mrekullueshme, ka detin, ka malin, ka lumin, ka të gjitha, domethënë. Ka hapësirë të mëtejshme për përmirësinë Vlora? Patjetër që ka, domethënë, sidomos sezonin e verës ka shumë dyndje turistësh dhe do ishte e mira të kishte më shumë alternativë rrugët paktën, sepse bëhet një trafik i cili ne jemi mësuar gjatë dimrit dhe verës e ndjejmë shumë atë trafikun e korrigushtit paktën që bëhet dyndje madhe. Pastaj tjerat edhe pastërtia, domethënë duhet të jetë çik më mirë nga ana shtetërore, edhe ne vetë si qytetar duhet të kontribuojmë që për pastërtinë e qytetit. Edhe sidomos edhe në pjesën e detit duhet të jetë më i pastër në pjesën e qytetit. Vlonjatët paktën mikpritjen e kanë gjën më të mirë, domethënë nuk është se i përbuzin njerëzit, i respektojnë maksimum, i ndihmojmë edhe turistët e huaj, sidomos kur vinë dhe kërkojnë një apartament që edhe për shkak të pozicioneve që nuk i gjejnë dot apo kështu, i ndihmojnë pa me dëshirë. Asgjë nuk i ndryshon përveç gjërave pozitive. Na thekë si gjuzmë shumë, domethënë Vlora ka
theksuara të gjuhën karakteristike të saj, si çdo krahinë, se çdo krahinë e Shqipërisë ka domethënë atë, ndoshta nuk i njohim gjithë domethënë krahinat, po pjesë e veriut për shembull dallon nga pjesë e jugut për mënyrën e të folurit, domethënë karakteristike të tyre, domethënë, po që tani vlonjatët u ka dalë në çik nami për atë unin që ndoshta kjo do ishte çik më. Vlonjatët dhe nga historia trima kanë qenë. Kemi 2 misira me vlonjatët. Djalin, burrin e motës e kam vlonjat, dhëndrin, burrin e vajzës e kam, të fejuarin e vajzës e kam prap nga Vlora. S'ka mundësi mos kem respekt dhe dashuri për vlonjatët. Si duket kushtia me vlonjatët? Me thonë drejtën kemi qenë shumë të knaq. Ka 40 vjet miqësi, nuk është pak, 50 gati. Për mendimin tim janë njerëz shumë mikpritës. Janë, kur të hapin zemrën me sinqeritet. Janë dhe shumë dinamik në natyrën e tyre. Prototip shqiptar. Janë i qik më që hymë pak më shumë tek burnia dhe patjetër që dallohen. Jo shumë kur nuk flasin, por kur komunikojnë, animon dhe goxha dialekt. Se po s'folën s'kemi qatë njeriu më folur. Unë tani sa po folja, rastisht po flisja në celular dhe jam në një vend të mrekullueshëm, i thash dhe i bëra një krahasim me Miami Beach. Vlora është vend i bukur, vend i mrekullueshëm, unë kam shumë miq në Vlorë, nuk është puna se kam 2 krushit e mia, por kam shumë miq të tjerë, deri në fshatrat e thellë të Vlorës. Që kemi shkuar me shumë kënaqësi. Ose ndoshta tipi jon, megjithatë që të jemi sinqert, ne jemi nga veriu i Shqipërisë, në origjinë. Ajo është nga Dibra, unë jam Matjan, pavarësisht se jemi në Tiranë, le rrit, po mbajmë ato tonat. Ka një ndryshim sjellje, po në thelb shqiptarizmi dhe burnia shqiptare është më e evidentuar si në veri, si në jug, më pak në Shqipërinë e mesme. Xho thotë jesh vlonjat. Krenari. Vlonjatët janë, jo se ne kemi atë të thënuri që na Vlora edhe s'ka më. Ne jemi mikpritësa, jemi pak sa të na kuptosh që jemi me zemër të pastër, pastaj i bëjmë për vete. I am actually working in Durrës. Unë aktualisht jam duke punuar në Durrës. Ne jemi këtu prej 3 ditësh. Mendoj se qendra e qytetit këtu është shumë e pastër, ka shumë hapësirë, duket se ka shumë jetë dhe lëvizshmëri, më pëlqen shumë. Restorantet këtu janë super. Njerëzit janë shumë të mirë. Kam patur fatin që nuk kam deshur ndonjë person që sjell keq deri më tani. Të gjithë që kam hasur kanë qenë shumë të këndshëm. Shqiptarët janë njerëzit më të sjellshëm që kam takuar deri më tani. Më pëlqen shumë llojshmëria e restoranteve, siç e përmenda edhe pak më parë, pika kyçe është pastërtia. Plazhet janë shumë të bukur dhe më pëlqen të notoj në det. E shikoj që njerëzit e duan shumë qytetin e tyre. Qyteti është i hapur dhe po mirëpret gjithnjë më shumë turist e jam shumë entuziaste për aeroportin e ri që po ndërtohet. Ka për të sjellë më shumë punë për qytetin tuaj. Kështu që për ju ka për të qenë goxha mirë. Është dita ime e parë këtu në fakt. Në vende të tjera të Shqipërisë kemi qenë, por këtu në Vlorë është hera e parë. Shumë njerëz, atmosfera është e mirë, çdo gjë është e mirë. Shumë njerëz e krahasojnë plazhin e Vlorës me atë të Miamit, por mund të them se është shumë herë më mirë se sa qytetet e vogla të Greqisë, qytetet e vogla të Italisë. Këtu është super, nuk di ç'të them. Njerëzit, vajbet, çdo gjë është super. E di çfarë, ne kemi biseduar shpesh për të jetuar këtu në të ardhmen. Ne jemi nga Serbia, por na pëlqen jashtëzakonisht këtu. Nuk e di se si janë kohët e jetesës këtu, por nuk mendoj se është më shtrenjtë se sa në Serbi. Prandaj, ndoshta nuk e di. Nëse puna na lejon, ndoshta. Ti je vlonjat nuk është thjesht një fakt, është një certifikat. Është një ndjenjë që jeton në zëra, në kujtime, në mënyrën si përballesh me jetën. Sot, në çdo intervistë dëgjuam një copës vlore, që i qëndron besnike vetes dhe një herazi kërkon të përparoj. Kjo është zemra e misionit ton. Nda ndiqni episodët e ardhshme, sepse Vlora flet dhe ne e dëgjojmë.